Jetën e kom pas tragjedi. Vjen keq. Baba më ka vdek kur I kom pas 1 vjet. Lem për rahat, pes. Lem rahat. Jam shtatzoni, kam nervat e mia, fazat e mia. S'po du me fol, bre, po du me pushu. Lem rahat, bre. Po kam qef me ndihmu, me nejt me ty, me ta hek që të farë nervoze që ki, aso s'pëdja zvet vallaj që ki, këtë ndryshe u konë fillimi. Vetëm lem rahat. Përshëndetje. Mirë dita, ajni Mirë mirë. dita, përshëndetje. Ajde, Ai Roz. mirë, faleminderit. Jo, Mirë shumë. a mundem me mul? Ullu. Ta porositi një kafe. Kom, si? Okej. A do të dhe një shiqer apo? Jo, mirë është. Ule. Okej, a të vynë ujë me pi. Jo, ule që të po bëna pak bisedë. Okej. A u lodh? Jo, te. Qysh po kalani? Mirë, faleminderit. Jo, Sheqer, mirë. ajni mirë. Mirë, rahat, Puna shtash. si po kalan? Mirë, po hajtë puna. Që tash sezona po ko pak ma shumë. Apo? Ta t'jashtit, po ti ndoket edhe ti jashtit, po Po, ndoket unë që jam është me Zvicrës, jetoj në në Zvicër. Zvicër. Po, ka marrë me këqyr një kerë. Me marrë pak a shumë me këqyr me dal pak. Anë, kem kjerët mira çfarë dush. Zakonisht atë jashtit ku po vinë qëto materiat pi marrin, po kemi. Apo, shumë. Veçëm të regon çfarë, unë ta shkruaj. Vetë një të buna bisedë, se na kena qefin pak të jashtë, s'ka pak me problem. bu një farë bisede, një farë neje, se veç atje në për punë, edhe kështu që... Që ta jap edhe një vizitë kartë, se kam qëtu. Qysh po kaloni atje në Zvicër? Mirë për zotë. Pare bëll, Po duhet ka pak si po punon edhe pare ki, po se një mirë vizitë ka. kartë sa të kish Faleminderit. nevojë edhe në aeroport e kemi. Faleminderit. Apo të ne ujtë ftafë se ka ke zhërit. Jo, qëtu. Mirë, po bisodojna pak si ma. Ani, faleminderit shumë. Me rruga si e keni punë të mirë. Mirë këtë në Kosovë, që tash janë rrit rrogat edhe punë po ka shumë se me rente edhe I trajtojna mirë mishterit këto, edhe kem kjerët e mira, Po kam qenë herën e parë që jem konë këto. si më kanë në ma herët. Jo, s'ke qenë të parë, po më duket e ka ardhur punëtorët më I ri. Ma I ri, po. Edhe kështu që Veç që është kompani e mirë. po shumë. Nuk në nërojnë atë jashtit kur vinë, Asnjëherë, sidomos unë kur vi thuaj se për çdo javë jam këto me punë të mia dhe vive ma një kerë ndo këto. Prit mirë sa mirë shumë. Ti punëtor këto po? Punëtor, po. Mirë. Frek kom fillu, Mirë, e kam si sebeb këtë shefin, okej, veç mirë shumë. mirë. Që sa në Zvicër, Jam rrit atje. I rrit atje, Po. sa mirë për fletë Shqip, Po edhe pak këtu kur kam ardhën, se na ka ardhur koha pak edhe me ardhën vend lindje tonë, po duhet edhe pak me mësu të gjuhën shqipe se Kosovës nuk harrohet, edhe pse jetoj në Zvicër, kështu që po ti, ka atje? unë jam e një fshatit komunës Lipjanit, po punoj këtu në Prishtinë. Apo? Një shumë. Jem ka pak në Gjermani, po s'mu ka nejtë, nuk e di Po, që ne. shine adaptu, jo nuk e di, veç mu s'mu ka nejtë. Jo mirë është atje, janë me marrë një djalë pi Kosovës, atje me jetu atje kënaqesh, Po thua, po valla. s'po di qa me thonë. Jo, Mu nuk s'ki mund qka të do me qeke, thonë, jo valla shumë bukur është. Ai ke ju ma I martuma lidhja. Me thonë drejten, Ashtu. jem kanë, po Ai Si ka jetën e ideja, kalume nuk kur kush thot nuk pyet çka ke pas të kalume, po Po. të ardhmen. sekret dhe joja. Dashuri me shumë lodhje, me deshtime, Eksakt. s'ka njeri që s'ka Mu deshtu që ka ditë se në Kosovë nuk ka bre ashtu pak. Alla, në Kosovë që janë bon, mas Pre. shumë t'i femnët po të rajnë. Valla këtu ko marrë po shem, po pare sa dush, po shësnik nuk po kam. Hop Po fia. marrë dhe me bo një show që më qitë jashtë pak
nejnë e natës me këty qysh po funksionon këto, ashtë si në Kosovë, si në Zvicër po ka punë edhe pare, po shoqni jo, jetë jo, e këtu po ma merr mendja që është ma bukur, ma Këtë bojna se fa me thot drejtën, po e pare s'kim shumë. Qatë keq që kim? Për pare e saktë është edhe shoqnia, kurse kini shoqni të mirë me dalë pak, prani. po hop ke dhe rendi, pare sa dush, po shoqnia rrethi nuk ka. A ke bo rreth këtë në Kosovë? Jo, nuk kam, thjesht kisha pas qefjen me pas një shoqni, më qitë nejën e natës, me këqyr që shpon funksionon edhe këtë pjesën e jetës. Kur të vish sa ma shpesh këtu, edhe i krijan edhe rrethën edhe shoqnin. Sa ma rallë me orë, ma shumë për tup ke fija. Nuk e di, kisha pas qefje me pas një shoqni, me dalë me pi kafe, me ma tregu pak jetën e Kosovës. Apo rrinë shumë ku po vjen pushimin? Vallai jo dhe aq, 2 javë, mas shumëtit. Po thu ma mirë, është në Zvicër së këtua? Vallai jo, ma mirë është. Për pare, për gjithë shka të bukura jeta është atje, po në Kosovë është pak ma zemër të mirë, ma jetë në ashtë e ka, se Në vërtet. shoqnia ma shumë të vynë me pas Edhe këtu kanë hecë gati krejt për jashtë, tash në Saras se nuk po ka shumë rini. I cilit vend je këtu? Prishtinës. Prishtinë, ketë nejat e natës Prishtinë bon, edhe qëto spidina. Po e vërtet është, po ne kam shku shumë heret në Zvicër, edhe kam ardhen me pika shkurta pak një me këqyr që shpërshejohet jeta në Kosovë. Ta marë, se harruva, ta marë Po lere një herë të bujna pak më abet, se Ani, kjere mund me po marë vi kur po vi dush. me njëherë. Edhe tani dalë t'i spjegoj edhe kjerët kanë përdun me marrën. Kjere ka së dush, na unë e marë me bo një shoqni, në rrëthin tjetë. Okej, ta marë po një sak për vetit. Okej. Që edhe ka një sak se na që shtu i prejsë mishterit, O, faleminderit shumë. që shumë mas miri. Faleminderit. Ata qita një cigare, po se të Po, paska rëgju po, gati. faleminderit, s'ka dert. Tash edhe të e këshiru se dhe i kërë po dënë me marë. Po, një herë të pina që tu ka një sak, e ta një marëm me bojna një gjero, e këshyrëm edhe kjeren. Qysh po kalon ti atje, se këtu e di qysh kalon. Valla atje mirë, këto ma si s'kam shoqni, s'kam rrethin, po di qa më thonen. Për sa ditë po do me marë kjerën? Për një 10 ditë në ashti? Okej. Qatë kjerën e borë ta kësha propozu, qatë gulfin. Mirë, për marëm që ata, se këtu po kam frikë edhe me vozit, nëse ki mundësi ti, e bojna një gjero pak, Mund me orë? po nëse bonë, se më shkoj edhe pak muhabeti, një respekt i ytje, më la për shtypje edhe me bo një gjero. O, me të drejten, unë e vi, për dhe gjithësorët jam punë këtu. Nuk është problem, na mundëm me prit. Më së që ditë, që po thonë po vozitin keq këtu, se po tutna, që bon, me marë kjeren, ishtë më dalë. Veç po ta bëj një fotografim rreth kjerit, se zakonisht me grith në sen, mi pos fatasi për siguri, edhe pse e ki full kasko kjerit. Se di, si ta mërë mendja dhe ty? Se di, nashta s'prish po më tregu diçka për jetën tonë private me kënë jeton, çka punon, ku jeton. Jetën e kom pas tragjedi. Vjen keq. Baba nuk ka vdek kër i kom pas 1 vjet. Nana do të ru më këthy në gjeni. Me gjallartë nuk kom rritën. Mas një kohë dajte dhe të ru nanën me u martu me zarë. Qysh ka qenë ma heret qikat një shqit me pare. I premton se do të arrisim djalin. Dikur në drejtë se ta ata tërsisht. E detyruan nanën me marrë atë kusht të martume. Po fatmirësisht, burri që nona ka qenë e martume për to, pranoj dhe nuk ka pas kurfar problemi.
ka majtë, ka rritë, ka shkollu. Tash jetoj me të dytë. Dhe qështu? Se di, për dashni me këmë tregove ku gjë. Qa me tregu? E kom pas një lidhje, po kam dështu. Pse? Edhe po pyet pse. Femnat e sodit. Kur je fukare edhe nuk ki kushte, që lap derën të këqija. E vërtet, më si u shpresat. Se për ta dinit kalumën, si e ke pas, si e rrit, nuk e do shumë djali sinqert, nuk e do shumë djali i nalt, shumë i respektuar shumë, me shumë karakter të madh. Jeta e sfidon njërin e mirë, po prapë thëmë, mos hup shpresat se ka njerëz edhe ma që shijon jetën, të kesh një tarmën. A ti more blerime që kjo është një jetim. Inshallah se më vesh kur. S'po di çka po me mu. Për çdo mramje po menoj për të. Shumë e du. Pse t'lash more? Që ti pse t'lash more? Tepe për tu. Shumë që ti që shkëmujt me t'lanë. Për qëto në natë po menoj për ty. Edhe fëmija është ty. Nëse pranon me konë ty me mu, kemi pas një jetë shumë ma të bukur. Ma të bukur se që ke pas, me ashta një jetë kalume, po të kuptoj plotësisht jetën, sfidat e tua, po prapë po të them që kemi pas një jetë shumë ma bukur se që ke pas. M'bjen keq për rastin që t'ka ndodhur, po prapë se prapë pëllon atë pjesën e jetës tonde, nëse pranon me konë me mu një jetë tarmën. Se di, edhe unë e pata qefi me ta shpjegu pak për jetën temë, të kalumën time, nashta nuk prish punë se unë të kuptova ty jetën tane, të kalumën tane. Unë jem konëm 6 vite martume, e kam edhe një fëmijë, e di çka është me dështu jeta, për që ata arsye po të them që nëse pranon ti me konë, nashta s'prish punë edhe që e kam fëmijën, e pas ke pas edhe ti një të kalumën, si kur fëmija jam sot, të kuptoj, e di çka është me dështu jeta, po prapë se prapë jeta vazhdon. Prapë ti mendo, si ta merr mendja, mujna me bo këtë fillimin e jetës. Unë e kam me shku prapë të fëmija jam, çdo ditë, la me mendu kohën për një të ardhmen tone. Kuptova gjithçka jetës tonde, edhe kështu që la me mendu. Nuk kam qefi me të hup, se pas ke pas një jetë shumë tronë, nuk e do shumë një djalë simpatik, shumë i respektueshëm. Deshta me t'lon pak kohë, me mendu një të ardhmen tonë. Nashta edhe nuk prish punë edhe pse kam fëmijën tem, ajo është moshën 3 vjeçare. Besoj që ja ta kalojnë edhe me jetën tonë tani. Po Nuk mirë, e di çka me thonë, plezon pa pregadit. po mirë, Ndoshta më do të edhe kohë me mendu pak. po mirë, të kuptoj edhe ata të la me mendu. Për një 3 javë, besoj që prapë kthehena në Kosovë, prapë shihemi, me respektin që e ki sot, për çat arsye nuk po kam qefi me thonën pi anulojna jetën tonë, se jeta prapë vazhdon, ajo është sfidë e jetës tonë. Kështu që mendo
edhe më tregon kur të vi. S'kam qefin, unë për vete po foli, nuk kam qefin me të kup. Arsyeja ishte që ta kuptova jetën, ta kuptova gjendjen, edhe kështu që mendo. Nuk bjen keq me pas një jetën një armën time e tonë. Përpara sa i përket buxhetit, e kam mundësi me lanë sot që ta dënë shka shpirtit. Nuk ka nevojë, nuk ka nevojë. Përpara më shumë kurse se unë punoj edhe kam firmën tam në Zvicër, po këtu kam ardhen thjesht me gjetë një djalë shumë i sinqert si kur ti, shumë i respektueshëm si kur ti. Unë vjen keq shumë që të ka ndodhur ky rast, po e mira prapë vjen. Më falë. A bëm veç pak? Po, pa tjetër, urdhënone? Si je? A je mirë? Faleminderit, mirë. Nuk të njoh, po jam të përcjell që një javë e kam parën ti e kam dhimesh. Pse? A ki ko pak mull me bisedu? Jo, Është për të mirën tane? po falë çka duhet. Pës... Qëron jam të përcjell që një javë. Po, Edhe jam të përcjell për të mirën tane. okej. Dishta me fol një temë me ty, nashta nuk e hish me bashkë këtu në rrugë, ama e kam për të mirë tane. Po, urdhnafe çfarë? Unë jam të përcjell që një javë. Po, Ti e ka del me blerimin, apo? po, Je kam dhimesh më i qik. pse? Blerimin unë e një shumë mirë. Qika e migjës tem, s'disa vjetë ka kalu me ta, që kena jek veç familja jo në din me shkapi tina. Për çfarë arsye? Po s'është blerimi djali hajrit, ndaq o rëndë, ndaq lunë kocë. Një qik e ka pa lanë 7 zonë, qikën e migjës tem e la 7 zonë veç që ma shtre shfrydzoj, edhe e la vetë. Po, Unë të nolla ma si jem dyja të femna s'doshta që edhe ti për shkak ti me i përjetu që ato sene. unë nuk e di se e njefte blerimin, po mu më tregoj paka shumë pak jetën e vetë private, mu ka dhim shumë, mu ka duk shumë një djali sinqert, besoj që nuk më ka rejtë si që po thu ti. Po. Mirë të pas ka rajt me të njëjtat rana që ja ka thonë dhe qikës ta gjithem. Je kam dhimësh për që ata të nolla. O blerimi, a lunë kock, pin raki, po ndallavere, është hajnë, vjellësane, 2 gurë bashkë cilen. Unë nuk e di se e njefte, unë e kom folë me blerimin, ma ka tregu paka shumë jetën e vetë private, mu ka dhim si një person shumë i thjesht, shumë i respektueshëm, shumë i ndershëm, mu ka dhim tjetë ati në Edhe private. ty të ka rajt me të njëjtat ranat që ma ka rajt qikën e migjës mu. Me mungu mu, hiç që prej ti, se hajrë prej ti vallahi s'ki. Ndash penraki, ndash lunë kocë, bandallavere, dvjedh, 2 gurë bashkë cilen. Unë e pesha që ta pas ka mu shkryt. Ta pas ka mu shkryt, qyshja ka mu atëherë qikës ta gjithem. Nuk e di, mu më ka pëlqy blerimi, shumë më ka pëlqy, për qatë arsye kam zgatë mohabetin me ta, faleminderit shumë që më tregove, u dëshpërova shumë, nuk e kom besu që ka rej dhere me tani, kom besu du shumë gjatë me blerimin. Mu po vjen keq për i teje që ko ke mashtru njejt si që i ka o gjithem. Po ma mirë vënd se kur. Ke mujt me i besu hala, ke mujt me gabu hala, nashta Zotin pas ka bo sebeb me ta hiqafe. Faleminderit shumë. Miru pafshim, e Zotit në moftë. Faleminderit. More blerim. O së më gja halati mu. O vallahi jetën ka me ta shkatru. Sa t'jom gjallon e as në dhej bre, dhe t'ish në dhej rahat s'ka me t'lanë. Ke kujtu që u kry me qaqa? Hala që ashtë me në blerim. Edhe të se hove tra ma s'ka para dikuj. Më kam vëlejtë shka e të voqëtë. Po pastaj. Hajde bre të shka që ato që përdu më folë me ty edhe s'përdu të më lodhë. Shka e të voqëtë? Hajde ullëm përshojmë, folim. Ullëm përshojmë përdu më folë me ty, me ta hekë më rëzit, me ta largu që të gjendje.
Tamam qeki. Nuk e di të ka kopi përfoze e keqe. Po më bisedohet, nuk... Janë do faza shtatzanis, po shkoj po pushoj. Nuk jam për me bisedohet. Po më në është këtu me pushu brëk, na... Jo, po pushoj shtrat. Zëmër qaki kështu. Lem për rahat, pes, lem rahat. Jam shtatzoni, kam nervat e mia, fazat e mia. S'po du me fol bre, po du me pushu, lem rahat bre. Po kam qef me ndihmu, me nejt me ty, me ta hek që të farë nervoze që ki jasë. S'po t'ja zvet vallaj që ki, këtë ndryshe u konë fillimi. Vetëm lem rahat. S'po du bre me nejt mas për, po du vet, qëto vet me nejt. Mund është me shku bre t'lut në të qush, ka. O, anë në shkaj që diçka. Diçka s'është në rregull, bani, po të nomë. Po të në radhë me se po kërkan.